Pa e para punës ka qenë si ma një taktizim i Serbisë, kuptimin e asaj që prolongon ende situatën dhe mos të krijojë në kushtet favorshme për mbarvajtjen e dialogut dhe për arritjen e ndonjë marrëveshje konkrete qoftë në aspektin teknik, sepse siç e dim aspekti politik aktualisht ka ngjetër pas që edhe Kosova ende s'ka një qeveri funksionale dalën nga zgjedhjet e fundit, por natyrisht edhe Serbia e ka një qeveri të përkohshme sepse gjasat janë të madhe që atje mund kemi zgjedhje të parakohshme. Kësaj tek pas këtyre zgjedhjeve që mund bëhen ose pas krijimit të qeverisë Kosovë dhe tregën në Serbi, mund flasëm për parem ndoshta në aspektin e dialogut veçanërisht tek temat politike, kurse përket aspektit teknik sigurisht që Serbia në vazhdim si ka qenë palë, si mund destruktive dhe është mundu që të prolongoj situatat ose të tensionoj raportet në çdo takim që është mbajtur jo vetëm me këtë qeverinë e fundit, por me shumicën e qeverive në Kosovë. Nuk mund pritet diçka konkrete, mund të kemi vetëm disa takime kurtoazie që mund të shërbejnë Bashkimit Evropian për fotografi, kuptimin që të përmbushet rendi i ditës dhe detyrat e palëve, si më thonë, deleguara nga Unioni Evropian për ndërmjetësuar dialogun Kosovë-Serbi, por jo diçka konkrete dhe substanciale që mund del nga këto takime.